Kosova mbylli në barazim 0-0 në shtëpi ndaj Slovenisë në kuadër të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2026. Dardano zhvilluan një paraqitje mjaft të zbet, duke mos arritur që të rrezikojnë seriozisht në asnjë moment portën e Jan Oblak. Lojtari më i vlerësuar të Kosova në këtë ndeshje sipas SofaScore ishte Albian Hajdari, i cili mori notën 7.7. Me paraqitje të jetë pozitive u vlerësua dhe Arjanet Muric, i cili mori notën 7.5 fal disa pritjeve fantastike që ja mohuan golin slovenëve. Lojtarë të tjerë me nota pozitive ishin edhe Florent Muslia me 7.4 dhe Mërgim Vojvoda me 7.1. Ndërkohë, lojtari më i mirë i ndeshjes u vlerësua qendërmbrojtësi Vanja Dërkushić, i cili u vlerësua me notën 7.8. Dështimi i ndeshjes doli të jetë Zvit Sheshlar i Slovenisë me një notë prej vetëm 6.2.